Po pa të shikoj, gjëja e parë është sekuestrimi i gjithë dokumentacionit të këtyre rrugëve. Shtele barazisë tendera, domethënë nëse do shohësh tenderin e këtij segmenti, janë 6 kompani që kanë marrë pjesë, 5 janë skualifikuar dhe ka fituar kjo, dhe asnjëra nuk është ankuar nga ato të 5-ta, sepse kanë marrë punë të tjera. Por nëse do kujtojmë shfaqjen e parëmbrëmshme, mbi 10 zyrtarë të shtetit shqiptar dolën në konferencë shtypi pikërisht për këtë segment rrugor. Dhe gjithë halli i tyre ishte që të thonin kompania që po ndërton nuk ka fare lidhje me historinë. Pra pavarësisht se gërmoi lumi, pavarësisht se ndërtoi mbi rrugë, nuk kishte fare faj kompania ndërtuese. Të gjithë të 10 zyrtarët u mblodhen atje bashkë edhe thanë faji është i shiut. Pra dolën kompetent për përcaktuar që fajin e ka shiu të 10, dolën në mbrojtje të kompanisë dhe asnjëri prej tyre nuk artikuloi dhe të thoshte, "Ore të presim hetimet dhe të shohim se si ka ndodhur." Të gjithë dolën në shiu. Shkelja barazisë tendera, shikoj, shkelja barazisë tendera do të thotë që nëse një rrugë bën 20 milion, dhe ai tjetri thotë fondi limit është 20 miliona, ai thotë unë e bëj me 18, e bën ky me 25. Unë mendoj që ky me 25 do ta bëj më me cilësi, se ka vetë mbaj për vete, e kupton, ka edhe deri në rrugë. Në rastin në fjalë, kjo kompania që ka fituar ofroi më tepër para se 5 të tjera. Sepse ne 5 të tjera tu skualifikuan me 0. Jo teknikisht dëgjoj, sepse del kryeministri, një i marr. Del edhe thot, është fatkeqësi natyrore. Si që nga fatkeqësi natyrore, eskavatorët duke gryer shtratin e lumit. Jo më, se ka kam nisur Elkeri, lutem mi nxjerr pak pamje që ti nisa. E pa trasen e trenit të Enverit, se komunizmi veprat i bën i hedh harxhet, se nuk ka logjik fitimi. Privati kursen. E pe çfarë e traseja. Kish marr traseja lumit. Ne sot ta shohim tani Bresi se po ndryhej një moment, vetëm një moment Genci. Bresi çfarë po thoje? Vetëm të sqaroj diçka. Ka dy momente. Një momenti është që janë kompania ndërtimit, që te pjesa e segmentit ku ka rënë është kjo ANK-ja e Kolës, që ka pas lidhje me këtë deputetin e PS-s Kolën. Që sa erdhi PS-a pushtet sigurisht lulzoi. Pjesa e dytë, ajo e lumit, se duhet me foli çik me emra sona, paktën nuk kam arrit pikën dhe kam kaq kohë që them, opozita, ne të gjithë tani duhet me fol me emra, nuk kam ashu është një subjekt privat, ka dhënë 2 leje shoku Edvin atje. I lumit, 2. I ka dhënë si në cilësinë e kreu të Këshillit të Rregullimit të Territorit. Në çfarë cilësie? Pra, Edi Rama i ka dhënë lejet se është autoriteti. KKT-ja, bukur. Edi Ramës, Belës, gjithë nxjerrin. I ka dhënë leje Sali Illarit gryej shkumbinin dhe përveç Sali Illarit është dhe Alt Building. Janë 2 leje të dhëna që gryejnë atje. Kurse ANK-ja është të ndërtimi. Rregull, te projekte ta shohim mirë, se kush është nëse Bela vendos t'ja